Një grup kriminal që merrej me trafik armësh dhe kultivim e shitje të lëndëve narkotike është goditur nga policia e Fierit pas 6 muaj shëtimesh intensive. Në kuadër të këtij operacioni kanë rënë në pranga 4 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle në ambiente të dyshuara për magazinim të armëve dhe municionit luftarak, si dhe 3 kontrolle automjetesh ku sekuestruan 4.000 bimë narkotike, 2.000 të mbjella dhe të hedhur në parcel dhe 2.000 të kultivuara në kubik, të mbjella në tokën e shtetasit me iniciale BB. U sekuestruan 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjau dhe 636 fishek të kalibrave të ndryshëm. Janë sekuestruar 5.000 fara kanabis, të cilat do të hidheshin dhe do të gjendeshin sërish përpara veprës së kultivimit. U sekuestruan 2 radiosit policisë, 2 uniforma policie, 1 maskë plastike silikon me paruke, 3 automjete dhe 10 celular. Nga hetimi rezulton se ky grup vepronte i organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Boran Buzi dhe Qamil Shurdi ishin organizatorët e rrjetit, ndërsa anëtarët e tjerë kishin në rol sigurimin e armëve dhe gjetjen e klientëve. Njëkohësisht, kryetari i grupit Boran Buzi organizonte kultivimin dhe më pas shitjen e kanabisit.